Goditja me armë në rrugën dytësore të Unazës Fier Vlorë, prokuroria Fier procedon 2 persona për vrasje me paramendim e mbetur në tentativë dhe mbajtja pa leje anëve. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier ka regjistruar procedimin penal numër 474 të vitit 2025 për veprat penale vrasja me paramendim kryer në bashkëpunim me mbetur në tentativë, parashikuar nga nënën 78, 25 dhe 22 të kodit penal dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi anëve shpërthyese dhe i municionit, parashikuar nga nëni 278 fraksion 1 i kodit penal në ngarkim të 2 shtetasve. Nga hetimi i kryer në bashkëpunim me policinë u arrit të dokumentohet se në datë 9/4/2025 rreth orës 13:30-14:00 në rrugën dytësore të Unazës së autostradës Fier Vlorë në drejtim të fshatrave Dërmena Sulaj, 2 persona në hetim kanë shtënë me armë zjarri të llojit automatik dhe pistolet në drejtim të 2 shtetasve të tjerë, të cilët udhëtonin në këtë rrugë me një motomjet. Si pasojë e kësaj ngjarjeje, ka ngelur e dëmtuar një shtetase pas marrjes DNA për ngjarjen. Policia gjyqësore në drejtimin e prokurorit të përgjithshëm ka arritur të arrestojë personin në hetim mbi kërkesën e prokurorisë. Gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier ka vlerësuar të lishëm arrestimin në flagrancë të personit në hetim dhe ka caktuar ndaj tij masën e sigurisë personale arrest në burg. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier shpreh angazhimin e plot për hetimin dhe vënien para përgjegjësisë ligjore të personave që kryejnë vepra penale kundër jetës dhe shëndetit.